Dje në ora 7 në sektorin për punë të brendshme Tetov nga Spitali i Përgjithshëm i Gostivarit është denoncuar se tek ata është sjell me gjendje të përkeqësuar shëndetësore një 29 vjeçare nga Manastiri, e cila pas pak kohësh ka ndëruar jetë. Mjeku ka konstatuar vdekjen ndërsa me urdhër të prokurorit publik, trupi të ndjerës është dorëzuar në mjekësinë ligjore për obduksion. Dje në orën 9:50 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 39 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se është mashtruar nga një qytetar nga Gostivari për shumën prej 2.230 eurove. Sipas denoncimit, gjatë muajit shkurt të vitit 2026, përmes një ndërmjetësimi ka kontaktuar me të denoncuarin për zhdoganimin e një motociklete nga Zvicra. Siç është denoncuar, pasi janë takuar në Tetov dhe ai ka dhënë parat, personi nga Gostivari nuk e ka përmbushur marrëveshjen dhe nuk ja ka kthyer parat, me çrast ka dyshuar se është mashtruar. Dje në orën 15:10 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 33 vjeçar nga Tetova ka denoncuar se është mashtruar nga një person nga Ohri, e punësuar në një firmë private për konsulencë. Sipas denoncimit, në fund të vitit 2024 ka kontaktuar me të denoncuarën për ndërmjetësim për marrjen e një vize gjermane pune. Me çrast, më datë 1 nëntor 2024, në xhirologarinë e firmës ka paguar 24.520 denar. Siç është denoncuar, edhe pse ishte premtuar se viza do t'jetë gati brenda 3 muajve, deri në ditën e denoncimit, puna nuk ishte kryer. Dje në orën 16:10 në udhëkryqjen e rrugës Marshall Tito dhe rrugës Jane Sandanski në Tetov, zyrtarët policorë nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë privuar nga liria një 27 vjeçar dhe një 42 vjeçar, të dy nga Tetova, sepse kanë prishur rendin dhe qetësinë publike me një përleshje fizike. Ata janë shoqëruar në stacionin policor dhe pas zbardhjes së plotë të rastit do të vijojë para shtresë përkatëse. Dje zyrtar policor nga Departamenti për punë të brendshme Gostivar, në bashkëveprim me inspektorët e ndërtimit nga komuna e Gostivarit, kanë kryer inspektim në fshatin Forin të Gostivarit për shkak të ekzistimit të dyshimit për vepër penale, uzurpimi tokës shtetërore dhe ndërtim pa leje. Gjatë kontrollit është konstatuar se në vendin e quajtur Rudina ka filluar ndërtimi i një objekti pa dokumentacionin përkatës në tokë në pronësi shtetërore, ndërsa investitor është një 39 vjeçar nga fshati Forin. Në vendngjarje janë gjetur kontraktuesi 40 vjeçar dhe disa punëtor, me çrast 2 shtetas të Republikës së Shqipërisë janë ndaluar për shkak të keqpërdorimit të qëndrimit turistik në shtet dhe janë mbajtur në stacionin policor të Gostivarit për procedurë të mëtejshme. Përkohësisht janë konfiskuar edhe makineritë ndërtimore të gjetura në terren. Dje në orën 11:30 në stacionin policor në Grupçin, një 48 vjeçar nga fshati Pallatic e Tetovës ka denoncuar se në afërsi të shkollës fillore në fshat, djali i tij i mitur është sulmuar fizikisht nga disa të mitur, me çrast ka pësuar lëndime të konstatuara në Spitalin Klinik të Tetovës. Dje në orën 20 në fshatin Pirog të Tetovës, zyrtar policor nga stacioni policor i Kamjanit kanë privuar nga liria 3 persona, të gjithë nga fshati Rakovec i Tetovës, duke vepruar sipas denoncimit paraprak nga një 53 vjeçar nga fshati Rakovec, se në orën 17:45 derisa po lëviste me bashkëshorten e tij me automjetin e tij drejt Tetovës, i kanë bllokuar rrugën, pas së cilës me mjet të fortë dhe metalik i kanë dëmtuar automjetin. Dje në orën 21:50 zyrtar policor nga Departamenti për punë të brendshme Gostivar kanë privuar nga liria një 36 vjeçar nga fshati Vrutok i Gostivarit. Ai dyshohet se ka kryer vepër penale vjedhje e rënd në një xhami në fshatin Mirdit. Personi është ndaluar në stacionin policor dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të vijojë kallëzim përkatës. Sot pas mesnate në orën 1:30 në rrugën rajonale Tetovja-Zhinc, në fshatin Tearc, zyrtar policor nga stacioni policor i Tearcës kanë privuar nga liria një 20 vjeçar nga fshati Nerashti i Tetovës. Gjatë kontrollit në trafik, zyrtar policor kanë ndaluar një automjet pasagjerësh Opel me targa të Tetovës, të cilin ai po e drejtonte, ku është konstatuar se mjetin po e drejtonte me leje qarkullimi të skaduar. Automjeti është konfiskuar dhe pas dokumentimit të plotë të rastit, ndaj tij do të vijojë kallëzim përkatës.